aprovuar dhe numrin e stafit punësuar mbas listës paga të vitit 2024 dhjetorit, muaj dhjetor. Edhe rekomandimet e auditorit janë 8 katra janë të përmbushura dhe 4 janë në proces. Nga ato janë kanë 3 të reja dhe 5 të përsëritura. Faleminderit zotëria Ahmeti. Dëshiron dikush fjalën? Urna zotëria Demaj. Faleminderit kryesues për fjalën. Falenderimet janë për drejtorin në lidhje me pasqyrat financiare për vitin 2024. Sipas pasqyrave financiare, buxheti i komunës është realizuar sipas planifikimit. Në këtë raport paraqiten të dhënat e planifikimit dhe shpenzimet financiare për komunën e Shtimës. Shpenzimet janë bërë sipas planifikimit. Ne si grup LDK AKR e përkrahemi miratimin e raportit për pasqyrat financiare për vitin 2024. Faleminderit. Faleminderit zotëria Demaj. Dikush tjetër? Hajde zotëri Seferi në emër të grupit. Faleminderit kryesues, përshëndetje për juve të gjithë. Faleminderit të juve drejtor për gjithë shërimet në lidhje me këtë raport financiar. Edhe ne si grup parlamentar i Lëvizjes Vendosje jemi pro që të vazhdojmë tutje në lidhje me këtë pikë. Ju falenderoj. Faleminderit zotëri Seferi. Atëherë skemi të paraqitur. E udhëzojmë votim pasqyrat financiare për vitin 2024. Kush është për? Kemi 11 vota për. Faleminderit kolega asamblezë. Vazhdojmë me propozimin për ndarjen e të hyrave që është pika 4, që janë të bartura nga viti 2024 në vitin 2025. Edhe kjo në Komitetin për Politikë dhe Financa ka kalu, mbledhja që është mbajt drejtarët bashkë me kryetarin, shpërndarja është bërë në mënyrë proporcionale dhe atu ku ka pas nevojë për të gjitha projektet kapitale dhe investive në komunën e Shtimës, gjithashtu edhe të mallra shërbime. Po besoj që pasi që në komitet ka kalu me shumicë votash dhe ka rekomanduar që kuvendit kjo pikë të kaloj edhe sot. Nëse drejtori ka diçka, nëse jo, atëherë kishim hap diskutimin. Urna Zënjusha Ramadani. Atëherë përshëndetje për gjithë. Kam një pyetje për drejtorin e financave. Tek kategoria subvencioneve janë 50.000 euro apo 10.20% e buxhetit që kanë qenë para por Okej, që po filloj edhe një herë. Atëherë tek kategoria e subvencioneve dhe transfereve janë rreth 50.000 euro apo 10.20% e të hollave që janë destinuar për subvencione dhe transfere, të cilat domethënë nuk janë shpenzuar. A mund të na jepni një sqarim pse nuk janë shpenzuar këto të holla kur me këto, domethënë me këtë që kanë mundur të ndihmuan kohë shumë, për shembull biznese, startup apo apo dikush tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dikush tjetër? Urna zotëri Emini. Faleminderit kryesues. Të njëjtën e kemi diskutuar edhe në Komitet për Politikë, Ekonomi dhe Financa, edhe e kemi pa që ndarja është bërë sipas prioriteteve që drejtoritë kanë. Edhe kështu që nuk po besoj që ka nevojë me elaboru më gjatë. Për neve si andart kuvendit ka qenë e rëndësishme që prioritetet që drejtorët kanë pas brenda mundësive buxhetore që kanë, ndarja është bërë në harmoni me kërkesat edhe prioritetet që kanë. Ne e mbështesim si grup parlamentar, kështu që nuk po shoh arsyeshme mbrashtem të kërkesës që e pat edhe kolegja në sqarim të çaj çështje. Faleminderit. Urna zotëri Seferi, në emër të grupit. Faleminderit kryesues. Unë nëse më lejohet kryesues, me qenë se po dal janë pika të rëndësishme këto të cilat ne po i diskutojmë, është më tepër përflasim për raportin, për bardhin e tyra nga viti në vit, e për shumë pika tjera të rëndësishme, më lejoni rastin që në emër tem dhe pse jo si këshilltar i këtij kuvendi, nëse jo në emër të grupit parlamentar Lëvizje Vendosje, po edhe besoj që nga ana e tyre kam një merandim të tillë, që t'i bëj thirrje subjektit politik opozitar që të kthehen në këtë seancë dhe të jenë vërtet për interesin qytetar për çka dhe janë thirrur dhe të mos i bojkotojnë këto zgjedhje, këto mbledhje, këto takime të cilat janë më rëndësi për qytetarët e komunës sonë. Po ashtu një thirrje bëj edhe për
Po ashtu një thirrje tjetër bëj edhe për subjektin e lëvizjes për bashkim, e një ashtu edhe për kandidatin e pavarur, të cilët janë do të thotë në përfaqësim të këtij kuvendi komunal, që të vinë, të bashkangjiten, kemi mundësi të replikojmë, të kundërshtojmë, të bëjmë gjithçka, apo jo të bojkotojmë proceset apo seancat që janë më rëndësi për të marrë vendime. Në lidhje me këtë pikë, edhe ne do të thotë si grup parlamentar lëvizjes vendose jemi pro që të vazhdojmë dhe që të japim miratimin e dur final të bartës së këtyre të hyra. Ju falenderoj. Faleminderit, drejtor, një sqarim me pote dhe shkojmë votim. S'kemi të paraqitur tjerë. Faleminderit për pyetjen. Në kategorinë subvencionën, këtë vetë nga tyrat e bartra janë parapone mu nda 77.400. Prej tyre, pjesat që kanë mbet pa shpenzu e vitit kalon, është për shkak që na për gjitha drejtorit, atë ku ka pas mbetje, të tyrat vetanake, sidomos ato mbetje bartën këtë vetë, të drejtoria bujqësisë për shkak të shkon shumë afër 7.000 që ka shkon suficient fund vitit për shkak që nuk është përmbyllë marrëveshja për subvencionet cilat janë dhënë fund vitit, meqense një pjesë e aty në subvencioni e mbartë këtë vetë dhe nuk e mujt me realizu shteti shpenzim derisa të kryhet komplet marrëveshja ati. Edhe të drejtoritë të tjera ka pas mbetje shumë të vogla, ka pak do mbetje vlera minimale për shkak që janë përmbush gjitha kërkesat, nuk kanë pasur levikime tjera, edhe ka mbet një pjesë e vogël suficit që në total suficiti tyra vetanake në fund vitit ka qenë 71.819 euro, i gjithë ajo shumë është barë në këtë vetë të tyrat vetanake, edhe prapë kena mbulu edhe drejtoria bujqësisë, edhe të dikasteret tjera, janë mbulu të gjitha nevojat e këtyne. Prej këtyne 13 ose 14 pika, ose 13 pika, ose kanë qenë 9 pika, kom thonë në komitet që janë për mbulimin e marrëveshje dhe cilat janë ekzistuese, ndërsa këto 4 janë për aktivitetet të reja. Faleminderit, atëherë me gjitha sqarimet që i dha drejtori dhe diskutimet që u bën nga kolegët e asamblesë, e udhim votim propozim për ndarjen e të hyrave të bartra nga viti 2024 në vitin 2025. Kush është për? Kemi 11 vota për, kundër s'ka, abstenim nuk ka, vazhdojmë me pikën e 5, që është propozim vendim për shpallje me interes të përgjithshëm objektin afarist të banesor për ballë komunës me komplet njësitë e saj dhe ngastrën kadastrale numër PV01-667-1 zona kadastrale Shtime. Kjo pikë në seancën e parafundit është shty për materiali shtesë ka ardhur. Gjitha konsultimet jënë bënë në Komitetin për Politikë dhe Financa me shumicë votash, edhe kjo pikë ka kalu dhe ka rekomandu që edhe sot në seancën e sotshme të kaloj. Ka pas edhe një konsultim publik, gjithashtu kemi edhe një raport nga Policia e Kosovës që ky objekt rrezikon të shembët dhe po bëhen shumë dukuri negative këtu dhe ai raport na shtyn më shumë që ne sot e përgjithmonë t'i japim kohë këtij vendimi për të mirën e qytetarëve, siç e kam thënë edhe më herët që këtu do të investohen 3 milion euro në parking nën toksor dhe një shesh dhe ky objekt do të shembet apo do të renohet nga komuna e Shtimës që t'i hapim rrugë në të ardhmen që edhe objekti komunës së re kur ndërtohet të shembim edhe këtë objekt ku jemi tani dhe ta bëjmë një shesh për qytetarët tonë ashtu siç e meriton komuna e Shtimës. Diçka tjetër nuk ka, e kemi diskutuar, realisht kisha kërku nga kolegët e asamblesë në emër të grupeve ose personale që të marrin fjalën e pastaj ta udhim votim. Por në zotëri Seferi fillimisht. Faleminderit. Unë se më lejon kryesues. Seanca e kuvendit komunal nga opozita u bojkotua duke lënë pas shumë pika të rëndësishme që do duhet të diskutoheshin, ndërto ishte pikërisht edhe ky diskutim i kësaj pike të cilës i erdhëm. Një nga pikat kryesore ishte edhe propozim vendimi për shpalljen e objektit të afarist të banesor për ballë komunës
me komplet njësitë e saj me ngastën katastrale NR P-09-667-1 të zyrës komunale të Shtimës, e cila ka rëndësi të veçantë për zhvillimin e komunës dhe për përmirësimin e kushteve të jetesës për qytetar. Rënimi i objektit para komunës është një projekt me rëndësi të madhe për komunën tonë, pasi që lidhet dhe me ndërtimin e një sheshi të ri. Ky projekt ka një vlerë prej 3 milion eurosh dhe do të jetë një ndikim të drejtë për drejtë në zhvillimin e infrastrukturës dhe në përmirësimin e kushteve të jetesës së qytetarëve të komunës sonë. Të gjithë mund të kemi mendime të ndryshme mbi një çështje, dhe jo është krejtësisht normale kjo. Por këtë arsye, po të ketë arsye apo të ekzistojë arsye të bojkotoj, është diçka jo normale. Sepse kemi mundësinë për votim, për abstenim ose mundësia për mosvotim të një pike të tillë. Nëse synojmë të bëjmë politika në shërbim të qytetarëve të komunës sonë, kemi mundësi të shumta për të kontribuar me ide të reja dhe me projekte të konkrete që lidhen direkt apo drejt për drejt me interesin e qytetarëve të komunës sonë. Ne jemi të angazhuar për me bërë përfaqësimin e atyre. Dhe për këtë arsye është e domosdoshme që të angazhohemi në zhvillimin e projekteve që sjellin vërtet kanë përcjell apo që sjellin përfitime në të mirë të qytetarëve të komunës së Shtimës. Bojkotimi i seancave dhe i proceseve të rëndësishme nuk sjell asgjë tjetër përveç se vonesë dhe bojkotim të realizimit të projekteve që janë në interes dhe në mirëqenie të qytetarëve të komunës së Shtimës. Ajo që na duhet tani është vërtet që të angazhohemi, e të përpiqemi dhe të konsolidohemi për të ndikuar në realizimin e projekteve të mëdha që do të kontribuojnë vërtet në zhvillimin e komunës sonë, qoftë në zhvillimin ekonomik, social të kësaj komune të vogël të komunës së Shtimës. Prandaj si të tillë, ne si grup parlamentar të Lëvizjeve të Ndosje e shohim teje të rëndësishme rënimin e këtij objekti para komunës, që vërtet përveç raporteve policore të shumta të cilat thojnë dhe tregojnë rrezikshmërinë e këtij objekti, qoftë për një rënim të mundshëm të saj, pa dashur ta rënojmë na vet, është mundësia tjetër që kjo të mund të jetë apo të ekzistojë edhe një rrezik i madh për gjithë qytetarët që janë në këtë komunë, pra në komunën tonë. Prandaj si të tillë ne propozojmë dhe ne jemi si grup parlamentar Lëvizjeve të Ndosje që të vazhdoj dhe të japi vërtet një kaje të mirë të realizimit të projektit që është në të mirë të qytetarëve të komunës. Ju faleminderit. Faleminderit, zotëria Demaj. Faleminderit kryesues për fjalën. Ne si grup LDK-AKR e mbështesmi plotësisht këtë vendim për shpallje me interes të përgjithshme objektin afaristo banesor dhe tokën e objektit. Ky objekt, i ndërtuar në kohën e regjimit të Miloševićit, nuk i plotëson kushtet funksionale dhe nuk përmbush nevojat e qytetarëve. Pranori i këtij objektit ka qenë një serb nga Serbia dhe pas lufte ky objekt është bler nga disa shqiptar për përfitime personale. Unë mendoj që pranorët e objektit kanë të drejtë të kompenzohen nëse kanë të rregulluar pronësinë. Ne besojmë se ky vendim është në interes të qytetarëve. Pas rënimit të këtij objekti pritet ndërtimi i një sheshi modern që do të jetë në shërbim të qytetarëve. Faleminderit. Faleminderit zotëria Demaj. Të lut në mikrofonin zotëri Beqaj. Faleminderit kryesues. Do më ndërlidhet pak shkurtimisht në sa i përket pikës 5, vendim për shpalljen e interesit të përgjithshëm për objektin e afarisë banesor, ku duam ju drejtuar qytetarët e komunës së Shtimës, le ta dinë që opozita nuk është hira por që lëshon seancën kur ka çështje për vendime të rëndësishme për investime të mëdha në komunën e Shtimës. Ka pasur edhe më herët kësi problematikash nga opozita, kanë qenë gjendje gjithmonë mu bë kryesor në pengesën e shumë projekteve të mëhershme, të fillu prej Qerdhës në Petrov, të fillu prej objektit të komunës së re, për entin special, për unazën e vogël qytetit, sa herë bëhet fjalë për një investim milionësh për komunën e Shtimës që i ka mungu me vite tona, opozita është në gjendje me bot pa mundurën veç me i pengu këto projekte mosmorështime. Nuk e di për çfarë mire flasin për qytetarët, kur ata janë pengesa kryesore që qytetarët mos më shumë me gëzu këto investimet mëdha që i ka orë mundësia fol kryetari Italiu dhe qeverisës mirëfillt Lëvizjeve të Ndosje më në ardhmë më në fund këto investime. Shtimja, komuna e Shtimës ka shumë nevojë të madhe për këto investime, për shkak se për 21 vite me radhë ka qenë e lënë anash
dhe ka qenë momenti i duhur që opozita me tregu vetën për shkak që 21 vite asnjë punë të mborë nuk e kanë bërë për këtë qytet. Tash ata do të më konë faktori kryesor me ndihmë qeverisjen Aliu edhe punë të mira që po i bën dhe me përkrah vazhdimisht që këto projekte më ndaron shtime. Faleminderit edhe një herë prej kolegëve asamblejës tonë që tash janë në seancë dhe uroj që të bëhemi së bashku gjithë kur bëhet fjalë për investimet mëdha për komunën e Shtimës dhe jo me sabotu qeverisjen që ka pas më të mirë në herë komuna e Shtimës. Faleminderit shumë. Faleminderit, zotëri Beqaj, zotëri Emini, urna. Faleminderit kryesues. Ju e dini realisht që na LDK-ja ka qenë që kjo pikë renditës nga seanca e kaluar të shtyhet këtë seancë. Çështja ka qenë që të informohen në mënyrën më të mirë të mundshme apo të gjithë pronarët që kanë objekte, qoftë lokale, qoftë banesa në këtë pjesë. Aja që është e rëndësishme që sot ky kuvend duhet t'i hapë rrugë në investimit madh, në investim që është plotësisht në interes të qytetarëve, në prishjen e një objekti që realisht u këndosh ndodhë dhe më herët, por mirë që tani na u ka kriju mundësia edhe investive, edhe logjistike që sot t'japim thjesht rrugë për rënimin e këtij objekti që nuk është në interes të qytetarëve. Kështu që me qenë që janë shterë gjitha mundësit e drejtorisë të urbanizmit në informimin e atyre që kanë objekte në këtë zonë, sot jemi për dhe uroj që ky projekt sapo nisur në kuptimin ligjor, në kuptimin e kompletimit të dokumentacionit nga ana e ekzekutivit, të bëhet sa më shpejt dhe këtu ta kemi një parking nëntokësor dhe të njëjtën kohë edhe një park mbi atë parking. Qytetarët ndoshta nuk e dinë krejt se për çka bëhet fjalë, për informimin sa më të saktyne, fjala është për objektin që është përballë komunës, kështu që nga sot besoj edhe kërkoj nga secili anëtar i kuvendit që t'i jepet rrugë ekzekutivit të vazhdoj me punët tutje. Faleminderit shumë. Faleminderit zotëni Emini për këtë elaborim dhe për fjalën. Tani mos kemi të paraqitur për këtë pikë dhe hudhim votim pikën e 5 që është propozim vendim për shpallje me interes të përgjithshëm objektin afaresë urbanisor përballë komunës me komplet njësitë e saj dhe me ngastrën kadastrale numër P01667 viz në zonën kadastrale Shtime. E tha dhe zotëri Emini që është përballë komunës objekti për sqarim. Kush është për? Kemi 10 vota për, kundër, s'ka, abstenim, ne. Nga 11 të pranishëm në salë me 10 vota për dhe një abstenim, kalon kjo pikë e renditës. Faleminderit shumë kolegë asamblesë. Vazhdoj me pikën tjetër që është me radhë pika 6, shërtimi rekomandimit në PI 01 fraksion 90 të datës, të datës 12/3/2025 të Komisioni Vlerësues për dhënien në shfrytëzim afatgjat pronën e palojshme komunale në zonën kadastrale në Davidovc. Të gjitha sqarimet për këtë pikë janë dhënë në Komitetin për Politikë dhe Financa. Ju e dini që bashkarisht po me dorën tonë në këtë kuvend kemi votu një komisioni cili ka bën një punë të jashtëzakonshme. Kemi pas një kërkesë që kjo pronë të jepet një pronari dhe komisioni unanimisht ka vendosur që të rekomandojmë sot kuvendin që këtë parcel të ndaj për njësin kërkuese në këtë rast që ka qenë në fshatin Davidovc, po për disa sqarime të vogla pasi që anëtarët komisionit të skemi, nëse ka diçka drejtori i urbanizmit, ja kishim dhënë fjalën, pastaj kishim hap diskutimin ose kalojmë drejt kolegët. Urna zotëri Emini. Faleminderit kryesues. Realisht
Për mu personalisht që kjo pikë është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse ka të bëj me dhënien shfrytëzim të një pronës në fshatin nga avion. Realisht Drejtoria e Urbanizmit s'ka kurfar kompetence tek kjo pikë e rendit ditës, për shkak se ligjet edhe rregullorët me të cilat na jemi obligues me punu nuk i japin të drejtë Drejtorisë të Urbanizmit. Kjo kërkesë unë e di që qysh nga fillimi i mandatit ju është drejtuar Drejtorisë të Urbanizmit, por s'është ardhur asnjëherë nga kjo drejtori. Sipas legjislacionit fuqi, komisioni i formuar nga ky kuvend jo për këtë pronë, por për gjitha pronat e territorit komunës Shtimës janë kuadër këtij komisioni. Na dy anëtarët e LDK-s jemi kundër që kjo pikë e rendit ditës kaloj. Unë e kum pa edhe mbi bazën e Komitetit të Politikës dhe të Financave që edhe Partia Demokratike thuajse unanimisht janë që kjo pikë e rendit ditës të kaloj. Kështu që e kum pa që është një proces shumë i pandalshëm për shkak se edhe asamblesët e pavarur unë e di që kanë opinione me qenë që kjo pikë e rendit ditës të kaloj. Megjithatë, unë si anëtar i kuvendit i kam marrë opinionet, kam kërku nga një pjesë e madhe e kandidatëve e delegatëve që mos të kaloj. Megjithatë është vullneti secilit, ne do të jemi kundër tash, do të jemi kundër edhe në vazhdimsi nëse e njëjta pikë e rendit ditës vjen. Sa i përket raportit të komisionit, unë e di që ky komision në kuptimin profesional është laik sepse nuk janë gjithë jurist atë ose personalitetet që kanë përvojnë kalunën është normale mos mi ditë krejt, po megjithatë është një raport që konsideroj që nuk është shumë profesional, sepse thuhet që do të investoj kaq, do të marr punëtor kaq, në realitet e di që nuk do të ndodhë kjo. Megjithatë jam kundër, kërkoj nga secili me qenë kundër në të jetë ndërgjegjen e secilit. Faleminderit. Faleminderit zotëri Emini. Dikush tjetër? A dëshiron fjalën dikush tjetër? Orno zotëri Sefiri. Faleminderit kryesus. E ndërgjova me vëmendje Kadriun për çka më dok pak vetja sigurisht se kur kam qenë në kohën në opozitë, për shkak se unë personalisht po të them drejtën në 2017 kur kam qenë do të thotë si këshilltar i këtij kuvendi, kanë ardhur po këto parcela në diskutim për dhënien e shfrytëzimit të këtyre pronave në po këtë fshat, për cilën jemi munduar me mbrojt vërtet tokën komunale, pronën komunale, për çka edhe sot qëndroj pas kësaj, të cilën e kam pas dikur, dhe asesi nuk jam kundër asnjë biznesi dhe asesi nuk do të jem kundër asnjë biznesi, po thjesht jam kundër dhënies në shfrytëzim të pronave komunale, të cilat mund të jenë apo të kenë mundësi për shfrytëzim për një diçka tjetër që janë me interes më të gjerë se sa të një biznesi, dhe gjithsesi po flas në emër personal, unë të paktën nuk do të jem pro dhënies në shfrytëzim të kësaj prune. Nëse ju kundër, as pro nuk do të jem. Ju falenderit. Faleminderit, zotëria Demaj. Faleminderit kryesues. Thashtë është hera e parë që shefi grupit LDK-KR, që është kundërt, mirë po tash na ka dhënë mundësia, kjo është demokraci. Thash ne si AKR do ta mbështesme shpenzimin e kësaj prune, duke u bazuar se biznesi, pronari i këtij biznesit ka afruar që 190 diçka mijë euro kam investuar në atë prunë, edhe 10 vende të reja të punës që kam i hap aty me hap, kështu që unë jam për me dhënë mundësien, duke ditë se kemi nevojë shumë për vende të reja të punës, kështu që edhe pse Kadria tha kundër, po më vjen shumë keq pi kolegës, unë përkrahi këtë shpenzim, në si AKR përkrahemi. Faleminderit. Faleminderit, urna Sani Sadiko. Faleminderit kryesues. Ne si grup parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje e përkrahim këtë shpenzim. Faleminderit, dikush tjetër.
Dëshiron fjallën. Atëherë s'kemi të paraqitur, edhe njëherë para se me ullë në votim, do thot pika 6 që është shqyrtimi i rekomandimit NPI viz 0 fraksion 90 të datës 12/3/2025 të Komisionit Vlerësues për dhënien në shfrytëzim afatgjat, pronën e palojshme komunale në zonën katastrale Davidovc. E hudhim votim me rekomandimin e komisionit, i cili komision ka dalë po nga ky kuvend dhe me vot unanime ka vendosur që të rekomandoj kuvendit që kjo pronë të jepet biznesit në shfrytëzim. Realisht kanë dhënë edhe kuvendet në kalume prona, kjo do të vazhdoj, bizneset do që të zhvillohen në komunën e Shtimës, do të rritet edhe niveli i ekonomisë brenda qytetit Shtimës. Unë mendoj që këtë pronë sot me rekomandim komisionit duhet që t'ja japim biznesit të cilit e ka kërku dhe e hunë votim korumin e kemi prej 11 antarëve të kuvendit, kush është për që kjo pikë e randi ditës kaloj. Kemi 8 vota për, kundër, kemi 2 vota kundër dhe 1 abstenim. Do të thotë me 8 vota për, nga gjithsej 11 të praneshëm, dhe me 2 kundër dhe 1 abstenim kalon kjo pikë e randit ditës. Faleminderit kolegë, kjo është demokracia, kemi drejt me votu ashtu si që ne mendojmë, që është më mirë, dhe vazhdojmë me pikën e 7 që është shqyrtimi i rekomandimit NPI viz 0-60 të datës 13/3/2025 të Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve në komunën e Shtimës. Po ashtu kemi pas një komision që kemi zgjedhë bashkarisht në këtë kuvend, ku ka qenë përbërë nga shoqëria civile, kuvendi dhe ekzekutivi apo persona që janë të punësuar si zyrtar në administratën e komunës së Shtimës. Janë mbajtur disa takime, është rekomandimi që këto rrugë të cilat materialin e keni gjithë për para vetes të kalojnë me rekomandim të komisionit. Kemi pas 19 rrugë, 19 kërkesa të cilat të gjitha janë shqyrtu dhe komisioni unanimisht ka vendosur që të rekomandoj kuvendit që këto rrugë të emërohen me ata emra që janë kërku me peticione dhe me kërkesa nga qytetarë dhe banorët e lagjeve të ndryshme në gjithë territorin e komunës së Shtimës. Bazuar në të gjitha kriteret që janë rregullore për emërtimin e rrugëve dhe në udhëzimin administrativ që është në fuqi tani i Republikës së Kosovës. Po megjithatë, për një fjalë shkurt, e kemi kryetarin e komisionit, fatmirësisht që është edhe antare kuvendit, zonjën Veliu, e cila do të na flas shkurtimisht. Megjithatë edhe në Komitetin për Politikë dhe Financa, kjo pika kalu me vot me shumicë votash dhe i rekomandon kuvendit që të kalojë edhe sot. Urna zonja Veliu e pastaj e hapim diskutimin. Faleminderit kryesues. Atëherë përshëndetje për të gjithë, përshëndetje për qytetarët. Ne si komision informuar në mbledhjen e 8 rregull të kuvendit komunal kemi mbajtur 6 takime dhe nga këto 6 takime kemi shqyrtuar gjithsej 18 kërkesa të ardhura nga qytetarët. Çdo kërkesë nga ana e komisionit është analizuar duke u konsultuar dhe me zyrtarët nga Drejtoria e Urbanizmit dhe pas daljes në terren të komisionit. Gjatë punës, komisioni ka marrë për bazë ligjin numër 03 fraksion L viz 40 për vetëqeverisjen lokale, ligjin numër 04 fraksion L viz 071 për sistemin e adresave, kriteri e emërimit neni 7 dhe 8, dhe udhëzimin administrativ nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor numër 14 fraksion 2019. Pra, nga gjithsej 19 kërkesa të cilat kanë qenë, 13 kërkesa kanë qenë për emërimin e rrugëve të reja, 5 kërkesa kanë qenë për emërim dhe 1 kërkesë ka qenë për reemërim të një sheshe.
Në fond, ne si komision kemi dalë me 2 konkluzione dhe me një rekomandim që për hir të qytetarëve po I lexoj konkluzionet. Konkluzioni I parë është: në komunën e Shtimës ka më shumë se 200 rrugë ose segmente rrugore që ka nevojë për emërtimin e tyre. Dhe konkluzioni I dytë është: komisioni ka identifikuar se ka disa rrugë të cilat janë të emëruara me vendimin e kuvendit në PI Viz 01 fraksion 80 data 5 prill 2013, mirë po nuk janë të inkorporuara në sistemin elektronik të adresave, si dhe ka disa rrugë që janë në sistemin elektronik të adresave, por që nuk ekzistojnë fare në vendimin e kuvendit të vitit 2013 dhe as në ndonjë vendim tjetër të kuvendit. Kurse rekomandimi I komisionit është: rrugët që nuk janë në sistemin elektronik të adresave e të cilat janë në vendim të kuvendit duhet të futen në sistemin elektronik të adresave dhe në rastin tjetër të gjitha rrugët të cilat janë në sistemin elektronik të adresave dhe nuk janë në vendimin e kuvendit duhet të shlyhen nga sistemi elektronik I adresave dhe gjendja të kthehet në pikën ku kemi harmonizim të plot në mes të vendimit të kuvendit dhe sistemit elektronik të adresave. Këto janë rekomandimi I dal nga ky komision. Faleminderit. Faleminderit. Ju e dini, kolegë asambles, që gjitha kërkesat me rregullore të kuvendit, të punës së kuvendit, duhet të dërgohen në përdrejtori apo në këtë rast të komisioni që kemi themelu bashkë si kuvend. Dhe realisht me rregullore nuk lejohet që me pas kërkesat tjera në kuvend, po gjitha kërkesat duhet I drejtohen komisionit për kas që ka qenë. Ky komision, duke e ditë dhe qenë dioni çdo ditë, këta kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Më lejoni që edhe një rekomandim të Komitetit për Komunitete ta përmend, që në rrugën Hysiqi në Shtime, do të thotë një rrugicë atë, të mbon emrin e Shefke Osmanit, mësuesit Shefke, dhe komisioni e ka shqyrtu këtë kërkesë dhe realisht është emërtu, do të emërtohet, është pjesë e gjitha këtyne kërkesave që është pozitive, ose ka marrë dritën jeshile nga komisioni që ajo rrugicë ta ketë emrin e Shefke Osmanit. Ky është një rekomandim nga Komiteti për Komunitete. A dëshiron fjalën dikush? Ornaz Dribeqa. Faleminderit kryesues. Si këshilltar komunal dua të falenderoj komisionin për një punë shumë të mirë që ka bën në adresimin e këtyre kërkesave të tyre banorëve të lagjëve. E përkrahum vendimin e këtij komisioni pas analizave që kemi bërë se cilës kërkesë të banorëve të shumicës lagjëve si në të gjitha fshatrat dhe në komunën e Shtimës, kështu që e ka përkrahjen tonë si asamble. Faleminderit. Faleminderit, zotëri Seferi. Unë kryesues du të falenderoj punën e komisionit, të përbërë nështë është mirë pak me au përmena dhe emnat kush ka qenë Zeni Eveliu, Kadri Emini, Lulzim Sahiti, Samia Nuzi, Abdullah Redini, Naim Zeqiri dhe Mërvete Asani, të cilët vërtet duhet t'i falenderojmë për punën dhe angazhimin e të reguam në këtë komision që vërtet kanë bo një punë jashtëzakonisht mirë dhe të shkëlqyer. Sa I përket gjitha kërkesave, sigurisht edhe kryesuesja e këtij komisioni e përmendi që përveç kërkesave që kanë qenë më me gjithsej ka pasur edhe refuzime, mirë po domthon pjesa tjetër kanë qenë edhe të aprovuara. Kundërtu po vjen mirë shumë që rruga Anton Çeta, segmenti I rrugës Anton Çeta e kërkesës së Noi Sylos vetë është aprovuar dhe unanimisht domethën, edhe nga komisioni. Po ashtu do të thotë kemi edhe një kërkesë e cila ka qenë e rëndësishme për të shqyrtuar dhe për të konsultuar edhe për të votuar në këtë kuvend është kërkesa e Bekim Mehmetit nga fshati Godanci Epën, ku vërtet ka pasur dëshirën që të emërtohet rruga e Enver Mehmetit si martir I kësaj komune, për çka edhe kjo nga komisioni po më mirë që pesho se unanimisht edhe këta kanë vendosur për lidhje me këtë çështje. Po ashtu ju e përmendet si Komitet për Komunitete, ne kemi rekomanduar dhe juve si kuvendor, një të godh juve si kryesues që të lexoni sikurse që e lexuat emrin e Shefke Osmanit që të ketë emërtimin
e një rrugës apo një segmentit të rrugës së lagjës së Ysiçve, e që edhe ajo unanimisht që nga votuar nga ky komision, po ashtu edhe një kërkesë të rëndësishme nga Shaban Krasniqi në fshatin Glavic, edhe kjo unanimisht do të thotë është aprovuar me emërtimin e rrugës Nazme Guri, edhe shumë kërkesa të tjera të cilat vërtet po më vjen mirë shumë që ky komision ka ditë mi trajtuar në mënyrë më të mirë të mundshme, për çka i përgëzoj dhe ne si këshilltarë të Kuvendit Komunal, po pse jo dhe si grup parlamentar do të jemi përkras të gjitha këtyre kërkesave dhe të këtyre shqyrtimit të këtyre kërkesave. Ju faleminderit. Faleminderit zotëri Seferi, dikush tjetër? Orna zotëri Ademaj. Për fjalën, e falenderoj komisionin për një punë të mirë për emërimin e rrugëve. Ne si grup i besojmë këtij komisionit dhe e mbështesim. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër? S'ka. Atëherë e hudhim votim pikën e 7 me radhë shqyrtimi i rekomandimeve NPI V0N fraksion 60 të datës 13/3/2025 të Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe sheshet në komunën e Shtimës, duke falenderuar edhe një herë komisionin për punën e jashtëzakonshme. Kush është për që kjo pikë e randit ditës të kaloj me gjitha sqarimet që dha kryetarja e komisionit? Kemi kush është për 10 vota për, kundër, s'ka abstenim, një abstenim, me 10 vota për dhe një abstenim, kalon kjo pikë e randit ditës, vazhdoj me pikën e 8 me radhë, që është shqyrtimi i rekomandimeve NPI V0N, fraksion 109 të datës 26/3/2025 të Komisionit për ndarjen e çmimit nderi i qytetit të komunës së Shtimës, të cilët komisioni ka rekomanduar që ne si kuvendar të ndajmë titullin nderi i qytetit, po dhe tani për pjesën tjetër do t'ja jap fjalën fillimisht asamblezë, pasi që propozuesi zyra kryetari dhe komisioni nuk është dikush. Atëherë ka më falë, zonja Rezorta Ramadani pas ka qenë komision, më falë Rezorta se nuk e disha. Atëherë japim fjalën antarës së komisionit për sqarime dhe pastaj për kolegët asamblezë. Orna, kërkoj falje zonja Ramadani, zonjush. Atëherë, ne si komision kemi pranuar 2 kërkesa nga zyra kryetarit për ndarjen e çmimeve nderi i qytetit. Njëri është postmortem për Ismail Hasani, të ndjerjen Ismail Hasani, ku ky vjen nga fshati Devetak i komunës së Shtimës, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e arsimit, jo vetëm në komunën tonë dhe në vendin tonë, por edhe më gjerë, domethënë edhe jashtë vendit. Ka qenë doktor i shkencave sociologjike, profesor universitar në Universitetin e Prishtinës, dekan në shkencat sociologjike në Universitetin e ABR Invest, si dhe ka qenë profesor në Universitetin e Stavangerit në Norvegji. Por gjithashtu ai ka qenë edhe bashkëpunëtor në shumë universitete si dhe institucione në vende të ndryshme të botës, për shkak domethënë të nivelit intelektual që ka pasur dhe si dhe njohjes së 5 gjuhëve të ndryshme, ku kjo gjë ja ka mundësuar që të ligjerojë në shumë vende të ndryshme, por edhe të mirët me hulumtime sociologjike në plot vende të ndryshme. Ai gjithashtu i ndjeri ka qenë edhe botues i 2 librave në fushën e sociologjisë dhe gjithashtu ka qenë edhe një qytetar shumë aktiv i cili ka kontribuar jashtëzakonisht shumë edhe për demokracinë e vendit tonë. Ka qenë gjithashtu vlen të cekët edhe fakti se ka qenë edhe kandidat për kryetar i komunës sonë nga radhët e LDK-s dhe në këtë mënyrë ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për shoqërinë kosovare. Si në vlerat e demokracisë, ashtu edhe në ato për fushën e arsimit dhe edukimin e brezave të ndryshëm. Gjithashtu propozimi tjetër ka qenë edhe për Fadel Hysaj, ku edhe kë vjen domethënë nga komuna jonë, dhe ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në fushën e artit,
ku është krijuesi 22 dramave, skenare filmash si dhe 54 shfaqjeve teatrore. Fadil Hysaj është gjithashtu edhe themelues I etnokompleksit më të madh në Ballkan në fshatin Kukaj dhe pra festivalit ndërkombëtar Etnofest. Domethënë edhe ky Fadil Hysaj ka një kontribut të jashtëzakonshëm në fushën teatrore dhe në art në përgjithësi në Kosovë dhe ne si komision kemi vendosur unanimisht që të dyve t'ju ndahet çmimi deri I qytetit, sepse mendojmë se që të dy I plotësojnë të gjitha kriteret për marrjen e këtij çmimi. Faleminderit shumë. Faleminderit Zanusha Ramadani për elaborimin. Shumë faleminderit, kërkoj falje edhe një herë, se nuk e disha që je pjesë e komisionit. Zotëria Demaj. Faleminderit kryesues për fjalën. Unë mendoj se profesor Fadil Hysaj dhe profesor Ismail Hasani kanë dhënë kontribut të veçantë në edukimin e brezit të ri. Unë kam pas fat që profesor Ismail Hasanin ta kam edhe profesor, kam qenë zënë si tina, e meritojnë të shpallën nderi I qytetit të komunës së Shtimës. Faleminderit. Dikush tjetër, apo pas gjithë sqarimeve që I dha zonja Ramadani, realisht zonjusha. Orna zotëri Seferi. Faleminderit kryesues, edhe ne jemi pro dhënies së këtyre dy çmimeve postmort dhe për të vlerësuar punën dhe kontributin e tashmë të ndjerit, ashtu si që potencoj dhe kolegja parafolsja rezorta, të gjitha përshkrimet dhe të gjitha ato aktivitetet cilat I ka bë I ndjeri dhe ky tashmë në jetë, vërtet meritojnë një vlerësim të këtill, sikurse që është ardhur dhe është propozuar nga zyra e kryetarit Aliu. Neve nuk na mbetet gjë tjetër veç se vërtet japim miratimin e duhur për njerëz të dur dhe në kohën e dur. Ju falenderit. Faleminderit, dikush tjetër, dëshirojmë fjalën për këtë pikë. Atëherë nëse s'ka hudhën votim pikën e 8 çurtimi rekomandimeve realisht në PIV 09 fraksion 109 të datës 26/3 të Komisionit për ndarjen e çmimit deri qytetit të komunës së Shtimës që jepet profesor Fadil Hysajt dhe profesor Ismail Hasanit Shtime postmortem. Kush është për? Kemi 10 vota për, kundër, s'ka abstenim, kemi 1 abstenim. Faleminderit. Tani jemi në pikën e fundit, do të thotë me 10 vota për dhe 1 abstenim, kalon kjo pikë e randit ditës, duke qenë në sallë të pranishëm 19 antar asamblesë. Vazhdoj me pikën e 9 që është pyetje dhe përgjigje. Nëse dikush ka ndonjë pyetje ose përgjigje drejtuar ekzekutivit, ju kisha lutë që t'ja drejtoni ekzekutivit. Kisha kërkuar nga ekzekutivit që gjitha përgjigjet t'i japin me shkrim. Urnani zotëri Beqaj fillimisht, pastaj zotëri Emini. Faleminderit kryesues. Po filloj me pyetjen e parë, e cila ka të bëjë me kanalin e ujrave atmosferik në Lagjën Beqa, që është aprovuar në buxhetin e 2022-2023 nëse s'ka bëj. Sakt dhe ende s'ka filluar puna. Kjo pyetje drejtohet direkt drejtorit të urbanizmit. Gjithashtu rruga Gjemshir Gjemshiri, kur fillon me u rivitalizu komplet domethënë deri te restorant Trufta që është në fund të lagjës. Pyetja tjetër ka të bëjë me ndriçimin të lagja Azamajdarve, ku përfshihen shumë segmente të rrugëve. Rruga Ymer Hysejnaj, rruga Medikoroni komplet, domethënë me plot segmente të tjera. Gjithashtu edhe kanali ujra atmosferik që përshkon rrugën kryesore të Petrovës që e lidh me fshatin Reçak, ku është fut në buxhet edhe ndërtimi I trotuarit të ri. Pyetje tjetër ka të bëjë edhe me ndriçimin komplet në komplet fshatin ku ka drita që janë të vjetruara ose të dëmtuara, ato do zëvendësohen me drita të reja. Faleminderit. Zotëri Emini.
Ke pyetje? Po, atëherë, kryesues, unë kam dy pyetje për drejtorinë e urbanizmit. E para ka të bëj me çështjen e kanalizimit të Market Tolin Mullapalc. Realisht është një kërkesë e tina, ka moq me drejtuar institucionet komunës që të ketë një kanalizim atë dhe është premtu. Veç do është me ditë kur pritet dhe a ka gjasa me u kry mrena mujit prell. Nuk po besoj që është një kosto shumë e madhe sepse është një pjesë shumë e shkurtë, po bëhet një zgjidhje jashtëzakonisht e mirë në atë pjesë. Edhe pyetja e dytë ka të bëjë me një kërkesë që një pjesë e madhe e qytetarëve të fshatit Davidov se kanë drejtu realisht të onë përmes meja dhe në drejtorinë e urbanizmit. Ju e dini që rruga për Prishtinë ka çka një livadhe të mëdha që i quajmë na. Pjesa më e madhe, mos thon 200-300 hektar, janë pa kyçje në rrugë. Edhe tash ju e keni pa që te pjesa rreth rrugës kryesore kanë filluar edhe ndërtimet. Edhe tash qytetarët po e kanë pamundshme me u qas në pronën e tyre private. Unë e di edhe jam i vetëdijshëm që drejtoria ka marrë një iniciativë, po konkretisht në ta dinë edhe qytetarët se deri ku kam rritë që pjesa më e madhe e pronave të ketë në të ardhmen një kyçe, thjesht të ketë një rrugë që është jashtëzakonisht në interes edhe të bujqësisë, po edhe në interes të qytetarëve që i kanë pronat e tyre pa kyçje në rrugë tani për tani. E di që është një proces kogja i vështirë për drejtorinë, po ma kompetent besoj që drejtori i urbanizmit na sqaron. Faleminderit shumë. Faleminderit zotëri Emini, zotëria Demaj. Faleminderit kryesues për fjalën. Unë kam një pyetje për drejtorin e prokurimit. A kanë filluar procedurat e prokurimit për projektet kapitale, duke ditë se marsi është muaj më adekuat, kështu që me siguri që drejtori pak këtë folë, po nështë ta kanë dëgjuar. A kanë filluar hash procedurat e prokurimit për projektet kapitale? Që kjo është pyetja. Pritan me shkërte. Zotëri Seferi. Atëherë, edhe unë e po ta pyetje, disa nga pyetjet vetë se parafors ti përmendën, edhe i thanë qoftë ato në lidhje me fshatin Petrov, ndriçimin e kanalizimin, po qoftë edhe njërin të cilën e përmendi paraforsi. Megjithatë do të ndalem vetëm tek të dy çështje në fakt, tek ndriçimin e lagjit në Ziraj, do thotë në fshatin Mullapolc, është kërkesë e hershme, premtimet na e kemi dhënë realisht, po flas në aspekt përgjithshëm, po nuk e di se kur të ndodh drejtor, meqense është drejtori i shërbimit publik, nuk është këtu, po të paktën nëse ka mundësi na jepet një përgjigje me shkrim. Po flas edhe për një kërkesë të hershme që ne e kemi bëu, është çështja e rivitalizimit të rrugës tranzit, njoftur si tranziti i vjetër. Unë kam kërkuar edhe më herët në seancat paraprake, por du ta kërkoj edhe prap, ta di se ku jemi me proces dhe se vërtet është bën një far kaos i madh, është duke u bë edhe më tutje nëse nuk merren hapa konkret. Dhe pyetja e tretë është kërkesë për rregullorën e shtatorës së ngritur apo boostit, njoftur kështu, të Shefket Muadinit, që është në lagjen e pajtimit, po në shkollën e lagjës së pajtimit. Është vërtet jo në gjendje të mirë, mos themi as pak të mirë. Prandaj kërkoj urgjentisht që të merren hapa konkret në rregullimin e këtij busti. Ju falenderoj. Faleminderit. A ka dikush tjetër pyetje? Ju kisha lutur që ta keni vëmendjen për pak minuta, pasi që jemi në fund. A s'ka pyetje, atëherë disa përgjigje dëshiron drejtori i urbanizmit për hir të qytetarëve që të jep këto gojaresht, për shkak se qytetarët nuk mund ta lexojnë. Por në drejtor të kisha lutur shkurt, shpejt dhe saktë. Kryesues, përshëndetje për gjithë, se e përket pyetjeve që lidhen me ndriçimin, edhe pse drejtorin se kena këtu, më dhon me kompetencë, ka filluar procedura e prokurimit për pjesën e ndriçimit, për disa pjesë të mbetura të lagjeve të ndryshme në fshatra, që s'kan mujtë me përfunduar me grant të performancës.
edhe besoj që shumë shpejt rregullohet kjo çështje, pavarësisht që në përmend fshatin Mollapëls, mbi 90% e fshatit është ndriçuar, ka mujt me vet një pjesë e vogël në lagje. Jo vetëm Mollapëls, por në gjitha fshatrat kanë me veç pjesë të vogla të ndriçimit publik. Sa i përket punëve në fshatin Petrov, që e diskutoi zotri Beqa, besoj që shumë shpejt ka me fillu mas pori ato asfaltimin e rrugicave që janë në atë rrugë, e pastaj edhe intervenimin e kanalin përgjatë rrugës Beqa. Në sa i përket kontratës në Mollapëls, unë jam në kontakt kadre me atë zotnin edhe me atë biznesin aty, shumë shpejt në shuhet kontrata, mirë po çështja e kontratës nuk është çështja ime, është çështja e prokurimit. Unë kam obligim me bë projekte me dërguar prokurimin në momentin që në shuhet kontrata, unë kam obligim me zbatuar sa më shpejt. E di që është nevojë jashtëzakonshme, se jena të volë për kanalizim. Shumë vonë ka dalë në atë pjesë të lagjës ai me atë biznes, e di që tash e ka me urgjencë, mirë por shumë shpejt kena me përfundu. Sa i përket rrugëve të torave, është me rëndësi të jashtëzakonshme për gjithë banorët e fshatit Davidos, po edhe për banorët tjerë që kanë parcela në livatë të Davidovsit, e potencohet që janë mbi 300 hektar. Jemi të mundu me bë një studim të fizibilitetit se cila është zgjidhja më e mirë që mu përfshit gjitha livallet e jo të jetë gjysmake, se po flasëm 300 hektar, minimumi 400 parcela që preken. Tash mi u bë rrugë se cilës parcela është kogje e mundeshme edhe për kompaninë tonë të projektimit, po besoj në koordinim me drejtorinë e bujqësisë, edhe me banorët e fshatit Davidos, edhe me ty kanë me bë një zgjidhje shumë shpejt që ato livalle me pas rrugë publike. Faleminderit. Faleminderit, atëherë kemi edhe një pyetje nga zotëria Demaj për drejtorin e prokurimit. Për drejtorin e prokurimit. Po tani po ta japim përgjigjen. Atëherë përshëndetje për gjithë, i nderuar kryesues, koleg drejtor, asambleista, qytetar të komunës Shtimës. Sa i përket pyetjes së asambleistit zotëri Muhametit, unë deshta me njoftu që në faza në disa projekte ka filluar veç përgatitja e projekte, në disa projekte në bën publike me njoftim paraprak që konsiderohet të vlerat e mëdha, dhe në disa projekte që janë kryesisht që vijnë prej njësive të kërkesës, janë të bën domethënë projektimet në zyrën projektuese dhe shumë shpejt fillojmë në bazë dinamikës dhe planit prokurimit që e kemi parapar për vitin 2025. Nuk besoj që ka një farë shqetësimi për vonesa, gjithçka do shkojë sipas dinamikës dhe sipas realizimit të projekteve që do të bëhen prej zyrës projektuese dhe prej kërkesave njësive të kërkesës. Faleminderit. Atëherë faleminderit drejtor. Realisht tash që përgjigje do t'i merrni me shkrim, po drejtorat e panë të arsyeshme për shkak të qytetarëve që t'i japin përgjigjet të dhe mirë që i jepen. Atëherë më lejoni që t'ju falenderoj gjithë secilin, bashkëpunimin me dy subjektet tona, AKR dhe LDK, ose LDK AKR, dhe ne si lëvizjeve të vendosje, dhe në veçanti me lejani që të falenderoj për këtë seancë që të përfundoj, të cilën e mundësoj kolegu ynë, një djalë shumë i respektueshëm, pas diskutimeve që kishim bashkarisht, Gëzim Haxhiu, nuk do të thotë që je i pavarur si disa tjerë që janë këtu të pavarur dhe duhet ta bllokosh kuvendin, por Gëzimi është ai që sot i dha mundësi kuvendit që të kalojnë gjitha pikat e rendit ditës, dhe e falenderoj jashtëzakonisht shumë, jo vetëm Gëzimin, po gjithë juve dhe gjithë qytetarët, ndërsa opozitës i them që t'i thrasin mendjes dhe të kthehen në sallë, sepse qytetarët i kanë votuar të jenë pjesë e kuvendit dhe jo ta sabotojnë kuvendin. Sot kemi marrë disa vendime shumë të rëndësishme që do të investohen miliona në komunën e Shtimës. Atëherë faleminderit gjithëve, faleminderit qytetarëve të komunës Shtimës dhe miru pafshim në seancën e radhës.